Përshëndetje goca, atëherë unë këtë vlogun nuk kam nisur akoma, edhe më vjen shumë keq që po e nis nga spitali, por thash që okay, ta hap kamerën edhe pse jo t'i tregoj edhe këto gjërat jo shumë të bukura. Unë dje kisha një luhatje tensioni, më saktë në aparat kisha tensionin e lartë, dhe për këtë arsye erdha në spital për të bërë një kontroll më të detajuar. Por këtu më mbajtën në spital të shtruar deri të martën, më thanë, mund të rish. Nëse pasaj në shojmë diçka ti duhet rish akoma më tepër, po deri të martën është e sigurt. Domethënë edhe nesër. Ndërkohë sot më kam vendosur një aparat që mat tensionin 24 orë, e mat çdo 15 minuta, edhe gjatë natës çdo gjysmore. Aparati është rri gjatë gjithë kohës i vendosur, edhe është kjo pajisja Holter, por unë nuk e shoh se sa është tensioni dhe vetëm nesër mund ta verifikojmë nëse ka patur një luhatje tensioni ose jo. Tani nuk e di për mjekime, nuk kam bërë asnjë gjë, nuk kanë dhënë ende asnjë gjë, e vetmja gjë që këtu më thonë është pisa më shumë ujë. Të më thënë asë një qëtësus, asë një ilaç, thjesht ujë edhe thjesht për mas tensionin, por nga një anë më mirë se më kujtohet në Shqipëri, sa po t'ikësh të urgjenca për një shqetësim më të vogël, të mbysin duke bërë serume. Këtu në thomë jam me një grua tjetër, prandaj ende nuk kam filmuar asgjë, për momentin ajo nuk është këtu, kështu që thash të hapa kamerën edhe t'ju tregoj juve pse jam shtruar në spital, se kam nxjerr story, edhe më besoni që shumica e gocave që më kanë shkruar janë gocat e YouTube-it. Shumë pak ndoshta njerëz që i njohin në jetën reale, por gocat e YouTube-it më shkruajnë për çdo gjë. Edhe ju jam shumë falendëruese, edhe me vërtet jam shumë me fat që një goca si ju. Dhoma është shumë mirë, kushtet janë shumë mirë, nuk jam të se më ndërprej nga që po filmoj me snap për mos t'ju trembur. Kushtet janë shumë mirë, dhoma është shumë mirë, pastërtia është shumë mirë, ushqimi okay, domethënë për ushqimet e këtyre gjermane është shumë mirë. Por nuk jam të spitali qytetit tim. Jam diku te 20 minuta ose pak më tepër larg nga qyteti im, por për kushte më të mira ja vlen të vish pak larg. Edhe më duket se ai spitali te qyteti im është mbyllur fare, ka falimentuar. Kështu që edhe lindjen tani që ndenja këtu dhe e pash stafin se sa të mirë janë, edhe se sa komunikues janë, jam shumë e lumtur që do ta bëj në një spital të tillë dhe tani jam bindur 100% që ky është spitali i duhur për të bërë lindjen. Shpresoj shumë që nesër dal edhe do ju tregoj se si vazhdon. T'ju tregoj pak dhomën se si është, prit. Është pak rëmuj këtu, sa ajo tjetra i ka lënë gjërat skandal. Edhe ndërkohë këtu është tualeti. Tani unë po e mbyll kamerën edhe do shihemi nesër, do ju tregoj se çfarë do ndodhi, nëse do dal ose jo akoma. Dhimbje ndërkohë nuk kam, thashë vetmi problem që kam është tensioni, kështu që do shihemi nesër. Ciao, ju puç! Hej goca, pas 3 ditësh në spital, më në fund nuk jam me pijama, po jam me rrobat për dal nga spitali. Edhe po pres që të vi ajo letra e daljes, nga momentin në moment mund të vi infermierja, për diku të gjysmore mund të vi burri që të më marri, se ka marrë leje të puna, të vi të marrë të më çojë në shtëpi, edhe ti ke prap në punë. Kështu që faleminderit Zotit që këtë radhë shpëtuam pa ilaçe. Mjekja tha që unë nuk shikojmë të arsyeshme që të përdorësh ilaçe për tensionin, pasi ti ke tension t'ulët dhe herë të shkon dhe i lartë. Domethënë është një luhatje tensioni, tha, do ta mbajmë në shqyrtim normale, do ta mas tensionin 3 herë në ditë. Nëse do ta kem shumë të lartë, do mundohem të reduktoj pak aktivitetin fizik, tha ajo, po punët them unë se aktivitet fizik s'nuk. Kështu që edhe gjitha ato komentet ca që ishin bërë për ushqimin, ca që ishin bërë nuk është tension nga ushqimi, rrinë të qetë, është tension nga shtatzania, çdo shtatzani ka ato peripecit e veta, dikush ka tension të lartë, dikush ka tension të ulët, dikush ka luhatje tensioni, dikush ka diabet shtatzanie, dikush ka rrezik dështimi, kështu që ju do ju sugjeroja që ato komentet më shumë mos të bëhen fare, po gjithsesi, fundja fare përderisa unë e kam marrë parasysh që e kam marrë përsipër që të bëj YouTube, i kam marrë parasysh dhe ato komentet, i falenderoj gjitha ato gocat që më kanë shkruar pa mast,
duke më pyetur si jam edhe si po shkon ecuria. Më fal nëse nuk kam qenë shumë sqaruese të mesazhet, se ndonjëherë edhe e qenë në spital, mund ta hap mesazhin, vjen mjekja, pastaj vazhdoj me një mesazh tjetër, mami, burri në telefon, edhe nga munduar që t'jem sa më shumë sqaruese tek ajo pjesë, por edhe gocat që njoh normale, sepse ndoshta disa atë mesazhin e djeshëm e kanë marrë që më kam pyetur vetëm ato që nuk njoh, jo, por normale nga ato që nuk njoh live, nuk është se e kam pritur që të pyesin kaq shumë, edhe normal që më bë qefi, kurse gocat që njoh live edhe që më pyesin gjithmonë faleminderit, edhe e di që siç u dua edhe më ndoni shumë. Gjithashtu pastaj ato që s'kam pyetur skip. I bëjmë skip atyre që s'kam pyetur. Fundja fare kemi njerëz të ndryshëm në jetën tonë, kështu që siç nuk kam pyetur, nuk pyesim, edhe kështu vazhdon jeta. Besoj se kështu është për të gjithë. Tani unë po e mbyll kamerën edhe do shifemi nga shtëpia, se kjo dhoma spitalit shumë e bukur, po do jetë shumë e bukur kur t'lind bebin, jo tani para. Gjithsesi doja të thosha edhe këtë, që jam shumë e qetë tani që kam gjetur këtë spitalin, dhe jam shumë e lumtur me stafin, shumë e kënaqur, stafi, shërbimi, ambienti, çdo gjë perfekte, edhe tani jam shumë e sigurt se ku do ta lind bebin, kështu që bebi do lindet këtu me shumë siguri, vetëm nëse s'na kap në jep papritur, por do shifemi nga ky spitali, besoj tani mbas 4 muajsh. Për gjithë ajo që më keni pyetur në çfarë jave jam në javën e 20, kështu që na ka ngelur edhe gjysma e rrugtimit për të bërë. Barku është rritur i çiksti shumë, nuk kam marrë shumë pesë, sepse ushqimi jam munduar ta kem sa më të shëndetshëm, të kem një regjim ushqimor. Kam marrë nga fillimisht të xanis deri tani vetëm 2 kg e pak, kështu që mendoj se është perfekte. Tani do shihemi nga shtëpia dhe po e mbyll të kamerën se mund vi doktoresha të na dalë aty në sfond mbrapa. Ciao! Përshëndetje, ja ku jemi, mbas 3 ditësh që kam dalë nga spitali, data është 1 maj, edhe ne vendosëm që të dalim me që edhe burri ishte pushim sot, edhe tham, ok, mos trim gjithë ditën në shtëpi, jemi ngritur mëngjes, hëngër mëngjesin, edhe pastaj kam dalë, ishte një flomare këtë qyteti ku ne po rrinim, po dolëm koca për mos me nejtë shtëpi, edhe nuk është se ishte një gjë interesante ose një gjë e bukur, thjesht u lodhëm me thënë drejtën, dhe pastaj tham, ok, nuk po ikim shtëpi direkt, edhe po dalim pak të pim ndonjë kafe, të qetësohemi pak në natyrë, me që koha ishte shumë e mirë, ishte shumë diell, edhe erdhëm këtu në Lüneburg, është një qytet afër qytetit ku ne rrim, është shumë i bukur, ka kafe buzë lumit, por është shumë diell sot, edhe kemi hapur çadrën madje që mos na bjerë dielli, se është me vërtet një diell fiks në Shqipëri. Gjithashtu bëra pishman pak që nuk shkuam pishina, kaq kohë e mirë sa qënka, por do ketë ditë tjera të mira sa duash. Këtë ishte një protestë që pat nga videot më përpara, gjithë punëtorët pothuajse në përbot bëjmë protesta, kurse ne shqiptarët me që e kemi ditë pushime, na pëlqen të pimi kafe, të relaksohemi çik, kalojmë çiko me njëri tjetrin, edhe kështu. Tani po ju tregoj një video se si është ky vendi ku jemi ulur, edhe shifemi. Përshëndetje goca, sot është data 2 maj, është ditë e shtunë dhe është gjithashtu pushim, kështu që kemi vendosur të shkojmë pak te HM-ja, se mua nuk më rri mirë asnjë gjë e vitit kaluar, ose më rrin të ngushta ke barku, ose nuk më pëlqejnë se si më rrin, edhe plus sa gjëra të reja kemi nevojë në gocat, edhe thash të shkoj te HM-ja, edhe të marr pak të një 2-3 veshje të reja. Nuk e di se sa do gjej dhe nuk e di se sa do më pëlqejnë, po gjithsesi ta provojmë. Pastaj mbas HM-s do shkojmë deri te qyteti ku rri Kunata, edhe aty mund t'i kemi bëjmë zgarë, kështu e kemi diskutuar, sepse koha është shumë e mirë, është diell, kështu që ta shfrytëzojmë këtë diellin e Gjermanisë maksimum. Ika tani dhe do ju tregoj një video. Përshëndetje goca, sot është dita tjetër, përshëndjes, dje nuk kam filmuar më sepse më mbaroi bateria e telefonit dhe nuk kisha ku ta karikoja.
Por thash t'ju tregoj pak blerjet që kam bërë. Ndjes nëse po flas pak me zotullet, por të tjerët janë në gjumë, se kemi një nga konata mbrëm, se erdhëm shumë vonë dhe ishim shumë të lodhur. Kështu që më duhet të flas me zotullet. Jam të dhoma lojës çunave, kështu që jam vetëm. Të tregoj një këtë, te kam bërë gabimisht. Unë e bleva për këmish, por kështu kur nuk i provon, se u lodha ishte fund fare kjo. Dhe ndoshta nga Shtatzania u lodha shumë të kaq tregtare. Ishte shumë vap, shumë njerëz, shumë rëmuj, nuk e di. Dhe pastaj e mora thjesht se ishte në ofertë edhe e mora për këmish. E pash kështu tash më bën, po fatkeqësisht është nga këto. Gjithsesi, hajde, do ta kthejmë. Mos ta tregoj kot. Tutoni kam marrë Tiki Maxi, edhe gjitha goxhana prandaj mora. Janë kështu. Edhe thash ok, diçka të rehatshme për ditë. Këtë e kam marrë nga 55, i kam marrë 15 euro. Këtë bluzën, e kam marrë të HM-ja, bluzë e bardhë, e thjesht për ta veshur shumë me këmisha gjata. Këtë e kam marrë vetëm 9 euro, mos gaboj, 10 euro. Ja, për këto këmisha dhe kisha fjalën. Kam porosit dhe ja dy online, kështu që edhe këtë këmishën. Këtë e kam marrë 20 euro. Këto këmisha tipike të mos. Kam marrë të streqet nga mëja, nuk janë streqet Shtatzania, po më pëlqyen materiale, masa ishte masa ime, këtë e kam marrë 30 euro. Unë po i tregoj gjasë në çmimet, po aty nuk duken, gjithsesi unë beston në mua. Kam marrë edhe këtë bluzën, edhe këtë 15 euro, mos gaboj, po 15 euro. Edhe kaq, dhe çorapet, 6 euro. Ai gjitha. Tani unë më mbyll kamerën se do bëhem gati që të ikim, se do vëmë çamat e makinës sot, do i bëjmë zeza. Kemi lënë orar, kështu që ika edhe do shihemi bashkë. Përshëndetje goca, sot është data 7 maj edhe nesër hyn javën e 22, kështu që kemi ekon morfologjike. Shpresoj që çdo gjë të dalë mirë, edhe ju tregoj kur dal nga doktori pastaj. Në çdo termin të doktorit, analiza urinës, apo sa më këtu, edhe merr në anën tjetër, edhe del rezultati, marrim mjekimin, po çfarë kjo bëhet në çdo termin. Edhe ose do të marrë kam shumë emocione, shpresoj shumë që baby dalë okay. Kështu që shifemi. Përshëndetje, pas 2 ditësh që bëra ekon morfologjike, por nuk kam hapur kamerën se u lodha shumë atë ditë edhe ja na shkalova këtë video. Gjithçka doli shumë mirë shqyr, baby është shumë mirë edhe sot është ditë e diel, dolem pak shkuam në McDonald's dhe tani po dalim tikim pak në Hamburg, ndoshta ose te një park, nuk e di akoma se ku, por jemi nisur kështu pa destinacion. Ndërkohë baby tani lëviz gjatë gjithë kohës, ndihet, dhe jam në javën e 22 3 ditë, diçka e tillë. Do shifemi në vazhdim edhe do ju tregoj ndonjë video të bukur. Në fund, bas një ore gjys kështu vërdall në trafike dhe duke kërkuar parkim, arritëm. Edhe shqyr doli edhe pak dielli. Një mizë. Edhe t'ju tregoj çik tani të pamje të bukura. Parku është vërtet shumë i bukur, po nuk është për periudhën e Shtatzanis, se është shumë i madh edhe unë lodhem shumë shpejt. Nuk e dia lodhem vetëm unë apo lodhen e gjitha. Shumicën e kohës kam ndenjur ulur në kafe, edhe tani që eci çik sa të bëj një video në foto, jam bë me si po pres t'i ke shtëpi. Kështu që më falni që kam bërë shumë pak foto dhe video, po ç'të bëjmë tani?
Hello, goca nga dita e hënë. Sot ka qenë gjithë dita shi, edhe më në fund pushoj pak shiu, po dal pi një kafe me një shoqe. Pak ko gocash më në fund. Se do njëri ju të ndroj çik muhabet, ta kthej çik muhabet gocash. Do presa të shoqen tani, edhe do ulemi te kjo kafja këtu që është afër shtëpisë, se i kemi shtëpitë shumë afër. Por nuk po e shoh. Hej goca, sot është data 21 maj, edhe më në fund unë ngrita nga krevati, pavarësisht se tensionin vazhdoj ta kem akoma shumë tullët. Më ka ndryshuar tani, e kam tullët, nuk kam luhatje, por sot kam pastrimin e dhëmbëve. Mua pastrimin e dhëmbëve më mbulon sigurimi shëndetësor, edhe nuk paguaj. Kam marrë konfirmimin nga sigurimi, vetëm herën e parë kam paguar, pastaj e kam çdo 4-5 muaj. Kam gjetur një dentiste shqiptare këtu në Begedorf dhe është fantastike. Erdha me makinë. E kam lënë makinën e cik larg, duke menduar që këtu nuk gjej asnjëherë parkim. Po tani që u afrova ke dentistja, po shikoj që është gjithë rruga me parkim. Dhe unë kam ecur, kam 6 minuta që eci. Lodhem shumë shpejt tani. Pak tensioni, pak pesha, pak shtaxania, gjitha nga pak domethënë. Por rëndësi ka që lodhem shumë shpejt. Besoj edhe duke folur e kuptoni ndryshimin, ndaj nuk bëj shumë video. Për gjitha ju goca që jetoni afër Begedorfit edhe doni dentiste shqiptare, ja t'ju tregoj tani adresën. Prisni. Pakujse, shtaxania për punën e vetë. Sa po dola, edhe tani ndjem shumë rregull. Shkova pastrimit diku te 1 orë pak, edhe jam super. Tani po e mbyll këtë kamerën, edhe të marr mamin që të shty rrugën pak deri te makina, se e kam diku te 5 minuta larg në këmbë, po me hapat e mi si një pinguin, shkon diku te 11 minuta. Kështu që shifemi tani, kur ta hap prap videon, ndërsa sot s'kam gjë për treguar. Shumicën e rasteve unë rri në shtëpi, për të dalë tik edhe në market, më besoni, edhe kështu. Marlën në vaja bëgati për peshina. Si ditë e diel sot, që s'kishëm qa bënim, dielli ishte në maksimum, edhe temperaturat janë diku te 26 gradë, kështu që me që s'kemi detin afer, ose më saktë kemi det po shumë i ftohtë, po ikim për në peshina, jemi veshur, jemi përgati, edhe do doja shumë bëja video atje, po ndërkohë ju e dini tani ju që keni kohë që më ndiqni që te kjo peshina nuk lejohet filmosh edhe nuk lejohen telefonat. Kështu që ta shijojmë sa më shumë, po ikim me Marlin dhe me Roysin, kështu që gati për të shijuar. Shpresoj që mos lodhem shumë dhe shpresoj që ketë çdo gjë në rregull, pavarësisht se mua doktori më ka rekomanduar peshinën, por shohim se janë ca teori, ca thon duhet, ca thon nuk duhet, por ndjekim këshillën e doktorit gjithmonë. Kështu që gati për peshina. Në më thonë nuk e di që do bëjmë, po me siguri një orë jemi këtu në radhë. Edhe shpërse mos na thonë pasaj që nuk ka vënda. Unë kam zbritur gjasë, një mizë, sa frike kam unë këto, edhe se ku më gjenë mua nuk e di. Unë kam zbritur dhe më thonë që të mbaj radhën, tjerë janë duke gjetur parkime, se nuk ka as parkim ndërkohë.
Përshëndetje goca, sot është data 28 maj edhe sot kemi testin vogël për diabetin e shtatzanis. Kam ardhur vetëm, erdha me Urban se e kishim lënë në orën 3 edhe burri nuk merrte dot leje të puna. Kështu që kam ardhur vetëm edhe për mbaroj punën do vi të marri. Domethënë, shqyrt paktën kam bërë vetëm një rrugë me Urban se 2 rrugë janë shumë. Edhe kam ardhur vetëm pra se shkëputa pak se isha në semafor. Tani do pres këtu te një bakeraj sepse unë vizitën e kam në orën 3 edhe Urbanin ka sjell në orën 2. Kështu që jam pak më përpara, por problemi është që mua nuk më lejohet që të hasi gjë. Domethënë thjesht do shoh këtu, do marr një bidon ujë. Do vi të marr burrë pastaj, pas ka të gjërat mira këtu që ose të madh, inshallah nuk më del ai diabeti shtatzanis. Se unë nuk e di se si do rri pastaj ashtu. Vetëm që jam lutur këtë ditë ka qenë që mos më ndalë ai diabeti shtatzanis. Edhe do t'ju tregoj se si do më dalë përgjigjja pastaj. Jam shumë kurioze nëse ta marr përgjigjen sot ose ditë tjetër, por shohim edhe do ju lajmëroj edhe juve. Kështu pra goca, erdha shumë shpejt këtu edhe tani 1 orë duhet pres te kjo bakeraj. Kam marrë vetëm një ujë edhe është shumë vap. Nuk e di domethënë, nuk e besoj dot që kam ndëruar atë vapën në Shqipërisë që janë temperaturat mbi 40 gradë edhe ndërkohë këtë vapën këtu këtë vit nuk po e duroj dot fare. Ndoshta ndikon dhe shtatzania normale, por edhe ka bërë shumë vap. Tani shohim se do shkoj ai testi diabetit. E kam më shumë frikë, nuk po bëj testin e madh, sepse testi i madh duhet të jesh agjërueshëm diku te 12 orë ose më shumë. Unë kam po bëj një testin e vogël, sa procedohet kështu dhe nëse testi i vogël të del keq, atëherë bëjmë testin e madh. Testi i vogël nuk duhet të hajë ëmbëlsira ose gjatë gjithë ditës, domethënë diku te 6-7 orë përpara testit të diabetit dhe pastaj 1 orë para se të bëj testi nuk duhet hajë asgjë, mund të pije vetëm ujë, kështu që unë kam diku te 1 orë gjysmë 2 orë që e kam mbaruar ushqimin, se më zgjat edhe rruga aq, kështu që edhe 1 orë do rri këtu dhe kështu që jam në rregull për testin e vogël. Shpresoj shumë që ky test të dalë mirë, por edhe mos dalë mirë në fund fare. Ka shumë zgjidhje, ka shumë goca që kanë kaluar këtë pjesën e diabetit shtatzanis dhe gjithçka ka shkuar mirë në lindje. Shpresoj shumë që gjithçka të shkojë mirë. Edhe është një ndër gjërat që e kam patur më me frikë në shtatzanin time. Jam munduar që nuk kam ngrënë shumë ëmbëlsira, jam munduar shumë pak duke zgjedhur ëmbëlsira shumë të lehta dhe kur kam ngrënë ëmbëlsirat me qumësh ose akulloren ose diçka shumë të lehtë. Çokolata ose gjëra kështu nuk kam ngrënë fare, kam hequr komplet nga rutina ime. Nuk e di pse nuk më pranon as trupi ëmbëlsirat shumë të ëmbla, i dua shumë pak të ëmbla. Por dje ishte Bajram edhe unë kam bërë një ëmbëlsirë, i thuhet paçavure, është si tip baklavaje me pet baklavaje me arra, bëhet me shërbete dhe ato prezierin që ja hedh sipër nuk e filmova sepse kam qenë duke e bërë ndërkohë që flisja me mamën, sepse recetën më tregoi mami, edhe nuk kam filmuar asgjë, por o zot si kishte dalë ajo, edhe kam ngrënë një copë si ajo dhe ajo më ka shtu pak frikën. Por dje ishte festë dhe lejohet, besoj se nuk ka ndonjë problem te rezultati i analizës sotme. Mendoj se do ta përjetoj shumë keq, po më doli keq, por gjithsesi do bëj më të mirën për bebin tim. Çfarë do të them tjetër? Dje kam marrë krevatin e bebit. Nuk kam vendosur që nuk do t'rregoj asgjë nga rrobat ose nga gjërat që blej, sepse dua që gjithçka tregohet bashkë me bebin aty te vendi vet, ose me bebin të veshur, ose me bebin vend te krevati, ose me bebin vend te karroca. Prandaj kam vendosur që shumicën e blerjeve nuk do të tregoj këtu në kamerë, besoj të mirë kuptoni, sepse shumë goca më kanë kërkuar edhe video kur blej rroba ose blej diçka, por nuk më pëlqen shumë që t'i tregoj gjërat përpara se t'i veshë bebi. Kështu që besoj 1 muaj përpara se të vi bebi, do t'i laj, t'i kuros, t'i vë në përvende, të bëj gati edhe çantën e maternitetit edhe atë do ja tregoj besoj, por nuk do tregoj shumë rrobat ose diçka, se do t'i nxjerr ato pasi të lindi bebi.
Nuk e di pse e kam vendosur kështu, ju kërkoj shumë falje gjitha gocave që nuk kam bërë video këtë periudhë, në periudhën e shtatzanisë. Se mëra telefonin, periudhën e shtatzanisë ka qenë periudha më e pakët që unë kam bërë video, edhe pse tani kam bërë një vit në YouTube, por besoni që nuk e di pse nuk kam fuqi për asgjë. Që do ju thosha tjetër, mezi po pres të baby, thjesht kaq. Në herë më duket sikur mikën mendja vetëm kur e mendoj që tani ajo është barku im, edhe mendoj pak kur dale, nuk e di se si do reagoj, sidomos unë që i du shumë gjithë bebat, i du shumë bebat e tjerëve që edhe që nuk i kam asgjë, jo vetëm njerëzit e mi të afërt, dhe mendoj pak se sa do dua bebin tim, do të shmendem fare pas atij. Tani ika, edhe tret flas pak me mamin, çojoj pak edhe këtë gjysmëorshin këtu në kafe që më ka ngelur, edhe do shihemi pas testit glicemis. Ika, ciao! Atyre shkoj ora, edhe sa po arri te klinika. O zotë ma, qa stresi që kam, nuk di se t'jo shpjegoj, po më drithet më vërtej gjithë trupi. Edhe nuk e di, e keni patur dhe ju kaq me stres këtë analizën, se unë është analiza më me stres që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Atëherë analizën e gjakut e mora, lëngun e piva, edhe nesër del rezultati, kështu që do ju updatoj nesër. Ika për sot edhe shifemi. Përshëndetje goca, sot është super vap, është ditë e diel, edhe si ditë e diel që është diell, kemi vendosur që dalim këtu me një park, mendojmë që të marrim pedalonën nëse ka, edhe nuk e di se ç'do bëjmë tjetër, po do ju tregoj video. Ndërkohë dje kam bler karrocën e bebit, edhe o zoti i madh jam dëshiruar me atë karrocën. Do ja tregoj pak më vonë, por për mendimin tim ishte më e mira atë në dyqan. Po bëj vlog, Marlin, ha do dalësh? Po tjetër qa blem neve? Qa blem? Neve dina karot për jërë shumë se ka bërë i beb. Dhe si konë se do bëhet gosa për qunë. është qunë më Marlin. Për pujtë. Pisë masin, pisë logë më të. Okej, ha. Edhe ju dës blu logë kurse unë do e di mirë. Po mirë atë jakën e bluzës do ta ulesh i qik? Se kam ata nga kësderë. Mirë. Hajde si koni me mua larkë. Do marrim këtë varka typim. Mos u afro shumë aty, mos u afro shumë. O Marlin, mos u afro aty se e shoh që këtu. Okej, tani hajde që marrim vark. Ciao, ju dua shumë. Ciao. Atëherë analiza e parë e diabetit, pra small testi, më ka dalë keq, për gjitha ju që më ndiqni në Instagram tani e dini. Sot është ditë e martë, jam 4 ditë pas bërjes së small testit, kam mbajtur të gjithë regjimin e diabetit këto ditë dhe ndërkohë sot kam testin e madh, big test, që bëhet me 75 ml glukozë. Dhe shpresoj shumë që të dalë mirë, ndërkohë sapo kam daluar pak tek Edeka të marr një ujë dhe tikit e doktore se kam në orën 8 dëshorat 8:10. Kështu që sa të prisja atje sa të hapi klinika, më mirë të marr një ujë që ta kem aty me vete. Ndërkohë kam që dje në orën
8 të darkës që bëj fasting, duhet jem pa ngrënë asgjë për rreth 12 orë që testi të dalë sa më sakt. Dhe mezi po pres të mbaroj këtë testi në orën 12 që të vit ha pak bukë se baby ka filluar që në orën 5 të mëngjesit duke gjuajtur se më duket se do ushqim. Tani marruin edhe tik te doktori, të shoh se si do dali ky testi. Shpresoj shumë që të dali mirë sepse rezultatet e small testit nuk është se më kanë dalë shumë të mëdhaja. Më ka dalë 150 edhe norma është 140. Të tregoj pak çfarë buka se jam te sektori bukës, dhe t'ju tregoj pak se çfarë buke kam konsumuar këtë ditë. Dhe mbesoni që kjo ishte gjëja më e shpifur. Këtë bukën kështu. Dhe kjo buka është bukë proteinike dhe mbesoni që është si bukë e lagur me ujë bukë. Vetëm shije buke që nuk ka, por është plot me fara, me gjëra, miell nuk ekziston aty. Nuk shijon fare pothuajse, por çfarë të bëj? Më shumë perime, edhe gjellët normale, por çdo gjë tjetër eliminim total. Tani shpresoj shumë, edhe pse unë jam kujdesur gjatë gjithë shtatzanisë, dhe nuk është se kam marrë pesh nga shtatzania ose diçka, se diku te 4 kg kam shtuar, por ja që nuk e di se sa kam vepruar mirë për diabetin. Edhe pse jam kujdesur, është ndryshe të kujdesesh, dhe ndryshe të dalësh me diçka nga ana mjekësore pastaj, edhe të duhet që kujdesesh akoma më shumë. Tani të bëj pak pagesën e këtij ujit, se kam kartën në telefon, edhe ngjojmë prapë. Më ngeli video për gjysmë, edhe unë në fakt të gjithë faktorët për patur diabet shtatzanie i kam. Të gjithë ato që përmendeshin që ishe e rrezikuar për diabetin e shtatzanisë, por nuk e di pse dyshoja që nuk do më dilte, edhe kisha shumë besim të vetja, por besimi ishte i kot në këtë rast, sepse ndër faktorët kryesor ishte ovari vezores policistike që unë e kam, mbi pesha, që është e dukshme besoj, edhe mungesa aktivitetit fizik. Unë për shkak të tensionit ullët nuk kam mundur të bëj fare aktivitet fizik. Edhe nëpër shtëpi jam ngritur me shumë vështirësi, sepse gjatë gjithë kohës më merren mend, edhe ishte e pamundur, ka qenë e pamundur nga kjo anë. Por të shohim, sepse sot është diagnoza finale. Kjo e sot më jep diagnozën. E para është vetëm diçka që të vendosën se duhet bërë big testi ose jo. Sepse nëse ti bën direkt big testin, më tha mjeku, nuk mbulohet nga sigurimi shëndetësor. Sa po hyra tani, edhe shpresoj që klinika të jetë hapur. Kështu që i kapojmë mbyll kamerën. Ja, këtu dhe klinika akoma nuk është hapur, kështu që presim edhe 2 minuta. Sa po dola nga klinika, edhe nesër marr rezultatin, kështu që këtë vlogun e kam edituar pak a shumë. Ju kërkoj falje nëse nuk ka qenë perfekt, por sa po marr rezultatin nesër, do ju lajmëroj edhe për rezultatin, edhe do mundohem ta postoj sa më shpejt jetë e mundur. Dhe shpresoj që të bëj vlog pak të tepër. Ika tani dhe shihemi nesër. Përshëndetje goca, analiza më erdhi që dje. Edhe doktori më kishte çuar analizën rreth orës 5 mos gaboj, pastaj kur sapo e hapa, në fillim dolën vetëm këto rezultatet pasi kisha pirë glukozën, dhe u gëzova shumë se thash, ok, shoqyri ishte në normë, ishte gjithçka perfekte, por kur ndaj që e kisha zmadhuar edhe atë para pirjes glukozës e kisha kaluar më sipër, dhe kur e pasha të ishte me të kuqe, ishte 95 nga 92, do më thënë shumë larg, shumë pak larg afër kufirit. Jam bërlëmsh sepse
kam që dje që jam mërzitur. Ishte shumë afër kufirit, kështu që është diabet shtatzanie, por nuk është diabet shtatzanie i një shkallë shumë të lartë, më tha doktori. Mund ta mbajmë në mbikëqyrje me dietë. Sot ndërkohë më ka lënë takim që të shkoj aty në orën 9 dhe prandaj kam dalë që në mëngjes nga shtëpia. Çova burrën në punë edhe po iki te doktori. Thasht ju bëj pak një video të shkurtër sepse ndalova ke familja për blerja 2 gjëra sepse në mëngjes nuk po dija sinqerisht çfarë të haja. Domethënë nuk kisha kohë as zjeja vezë, as të bëja diçka tjetër dhe po më përzihej shumë nga erat e ushqimit. Prandaj thash, ok, po ndaloj ke familja, po blej diçka që është fikse për diabetin e shtatzanisë edhe po e ha këtu në makinë. T'ju tregoj pak se çfarë më tha doktori dje në telefon. Do flasim më mirë nga afër dhe do të jap letër për tek diabetologu që ai t'japi të gjitha këshillat e duhura, por ndërkohë tha ti nuk duhet të përdorësh sheqer artificial fare. Kam parë dje gjatë gjithë darkës këshilla nga nutricionistë ndryshëm, nga persona që kishin dalë me diabetin e shtatzanisë, çfarë i kishte sugjeruar dietologu i vet, diabetologu, kështu që kam krijuar një ide pak a shumë se çfarë lejohet dhe çfarë jo. Por për mëngjes sot, ju tregoj pak çfarë kam marrë sot për mëngjes dhe do ta ha në makinë. Kam marrë këto që janë ohne zuker, nuk kanë sheqer, edhe këto ishin të rekomanduara shumë, të gjitha produktet që ishin ohne zuker. Pastaj, këto kanë atë sheqerin e vet, pse nga po janë jo të dëmshme. Normale, kam marrë një kos grek. Kosi grek ishte ndër koset më të rekomanduara. Edhe do t'i hedh këto te kosi grek, ndërkohë do shtoj edhe disa këto i lava. Kështu që janë në rregull, janë gati për përdorim. Edhe këto ishin shumë të rekomanduara, lule shtrydhet, frutat e pyllit, manaferrat, ishin shumë të rekomanduara. Dhe gjithashtu paracia, ishin dhe këto ishin shumë të rekomanduara. Do ndaloj pastaj të marr disa furnizime të tjera, por mbasdite kur të vi dhe burri që të dalim të dy se është shumë stresuese që do vish në market. Unë për këto kam marrë gati gjysmë ore që kam lexuar çdo gjë, kam parë shumë produkte dhe mora këto. Pastaj kam marrë një pako nga këto, janë ohne zuker, edhe këto janë zero. I kam marrë sepse do t'i lë këtu në makinë, nëse unë kam në një moment uri ose nëse unë kam në një moment që më hahet diçka, këto t'jenë gjithmonë në makinë edhe unë ta kem diçka, sepse ideja e këtij regjimi nuk është të bijem nga pesha. Ideja e këtij regjimi është që të mbajmë insulinën në normat e duhura dhe insulina mbahet në normat e duhura edhe me kështu produktesh. Ishin shumë të rekomanduara nga diabetologët, por jo t'i ham në vend të një vakti, jo të hanë shumë gjatë ditës, jo të hanë çdo ditë. Ishin të rekomanduara në momentin që ti ke një uri për një gjë të ëmbël, këto ishin shumë të rekomanduara. Ishte edhe budingu proteinik me 0 sheqer të shtuar. Mua im duket shumë e ëmbël, edhe gjithmonë nuk e kam besuar që është me 0 sheqer të shtuar, por bëj shumë fushat në TikTok që ishte shumë i rekomanduar nga një nutricioniste madje. Kështu që këto i mora të mbajnë makinë, të mbajtë e kroskoti makinës gjatë gjithë kohës, që t'i kem aty, sepse ne dhe udhëtojmë pak me makinë, bëjmë ndonjëherë një rrugë pak largët, kështu që këto t'jenë aty. Kurse tani për mëngjes të përgatis pak këto, edhe kam mëngjesin. Këto i kam marrë vetëm me frutat thata, sepse frutat e freskëta i marrë në përditshmëri. I marrë i freskëta. Edhe lule shtrydhet të bënin shumë mirë, ishin ndër frutat më të rekomanduara. Lule shtrydhet dhe mollët jeshile goca, kështu që aty në Shqipëri më vjen shumë keq që aty në Shqipëri nuk bëhet vërtet testi i diabetit. Bëhet vetëm te amerikanë me sa kam parë, por në vende të tjera jo. Edhe
Nuk e din që ose ka ndonjë vend tjetër që bëhet, por me sa kam parë unë nuk kishte test diabeti. E quanin test diabeti, por nuk bënin testin e diabetit shtatzanis. Bëjnë atë 3 mujorëshin e insulinës që ajo nuk ka lidhje fare me shtatzanin. Që unë nuk po i hap dot këto. Do më hapem këtu në për makinë, hajde në gjokë burrin tim. Kështu që i ka ta mbyll kamerën edhe t'i hap pak me qetësi.